Në shtëpinë e profetit alayhi selam, madhështia e thjeshtësisë. Në zemër të Medinës, larg çdo madhështie materiale, qëndronte një shtëpi. Një shtëpi që nuk ishte e madhe në përmasa, por e pafundme në kuptim. Ishte shtëpia e Muhamedit alayhi selam, njeriut më të dashur tek Zoti, udhëheqësit të njerëzimit dhe njëkohësisht shembullit më të pastër të përulësisë. Kjo shtëpi nuk ishte pallat, nuk kishte mure të larta, as bukurime luksoze, nuk ishte roje apo ushtri që të mbrohej. Ajo përbëhej nga dhoma të vogla, të ndërtuara me balte dhe tulla të thjeshta, me çati prej degësh palme. Dhomat e tij, që njiheshin si ujëra, ishin të ngushta, aq sa një njeri mezi mund të shtrihej plotësisht. Në disa transmetime, përmendet se madhësia e një dhome ishte rreth disa metra katror, aq e vogël sa nuk lejonte luksin e rehatis, por vetëm nevojën bazë për të jetuar. Këto dhoma ndodheshin pranë xhamisë së pejgamberit alayhi selam, duke treguar lidhjen e pandar mes jetës së tij private dhe misionit publik. Nuk ishte dyer të mëdha, as perde të shtrenjta, nuk ishte oxhaqe prej guri, gjithçka ishte e thjeshtë, por e mbushur me dritë shpirtërore. Në atë shtëpi jetonte një njeri që edhe pse kishte mundësi të kishte pasuri dhe pushtet, zgjodhi thjeshtësinë. Ai zgjodhi jetën e kësaj bote si një udhëtar i përkohshëm. Ai vetë ka thënë: "Çfarë kam unë me këtë botë? Unë jam si një udhëtar që pushon në hijen e një peme dhe pastaj vazhdon në rrugën e tij." Ky nuk ishte vetëm një mendim, ishte mënyra e tij e jetesës. Shtrati i tij ishte i thjeshtë, i bërë nga fijet e palmës. Në një rast kur shokët e tij pan gjurmët e shtratit në trupin e tij, u prekën thellë. Mes tyre ishte Omer ibn Katabi radiallahu anhu, i cili hyri në shtëpinë e profetit alayhi selam edhe u trondit nga ajo që pa. Ai pa një dhomë pothuajse bosh, pa vetëm disa sende të thjeshta, një shtrat, një enë ujë dhe pak ushqim. Sytë ju mbushën me lot dhe ai tha: "O i dërguar i Allahut, mbretërit e Persisë dhe të Romës jetojnë në pallate dhe në luks, ndërsa ti je kështu." Profeti alayhi selam u përgjigj me qetësi dhe siguri: "A nuk je i kënaqur që ata ta kenë këtë botë, ndërsa ne të kemi botën tjetër?" Kjo përgjigje nuk ishte vetëm fjalë, ishte filozofia e tij e jetës. Në shtëpinë e tij shpesh nuk kishte ushqim të bollshëm. Madje siç transmetohet në hadithe autentike, kalonin ditë të tëra pa u ndezur zjarri për gatim. Ushqimi i tyre shpesh ishte vetëm hurma dhe ujë. Nuk kishte tryeza të mbushura, nuk kishte luks, por kishte bereqet. Gruaja e tij, Aisha radiallahu anha, ka treguar: "Kalonte një muaj i tërë edhe në shtëpinë e profetit nuk ndizej zjarr. Ne jetonim vetëm me hurma dhe ujë. Dhe megjithatë, kjo nuk ishte një jetë e varfër në kuptimin e vërtet. Ishte një jetë e pasur në besim, në dashuri dhe në kënaqësi shpirtërore." Kurani i shenjtë e përshkruan këtë realitet. Dhe jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se një kënaqësi mashtruese. Surja Ali Imran 185. Profeti alayhi selam nuk e refuzoi botën sepse nuk mund ta kishte, por sepse zgjodhi diçka më të madhe. Ai zgjodhi xhennetin. Ai jetoi si asket, edhe pse mund të kishte jetuar si mbret. Ai zgjodhi për ulësinë, edhe pse ishte më i nderuari. Ai zgjodhi thjeshtësinë, edhe pse ishte më i dashuri tek Zoti. Në atë shtëpi të vogël u ndërtua një mesazh i madh. Një mesazh që nuk matet me mure apo pasuri, por me vlera. Një mesazh që na mëson se madhështia nuk qëndron në atë që zotëron, por në atë që zgjedh të heqësh dorë. Dhe sot,
Kur bota është e mbushur me lukse dhe kërkesat pafundme, historia e saj shtëpie mbetet një kujtesë e fuqishme. Se njeriu më i madh që ka ecur mbi tokë, jetoi në një shtëpi të vogël, dhe në atë thjeshtësi ai gjeti madhështinë e vërtetë.